Momenti cilat dhe të konsumohet e para, shkojmë zgjedhje. Nuk kemi planu asnjë kandidat nga opozita. Unë, çka po mbefasoni, është që në asnjë moment nuk po e vendosni përgjegjësinë për kandidim të paktën. Në rregull, nuk po dojmë të qenë sallë, në rregull, nuk po dojmë afro votat një kandidatit politik ose partijak, në rregull, po dojmë një kandidat konsensual. Po hajde ofroni diçka. Ju nuk po e bini në pa, ju po sheni vetëm përgjegjësinë e mazhorancës, e cila në fakt nuk është bllokuese. Është e hapur për dialog, është e hapur për zgjidhje, dhe nuk don me shku në zgjedhje. Lëvizja vetë vendosi nuk don me shku në zgjedhje. Partitë opozitare janë të interesuar se ç'duket me na shku në zgjedhje. Po lëvizja vetë vendosi. Jeni sigurt që nuk doni me shku në zgjedhje? Ç'tash, apishe, ç'to halojem të i pyet na për shkak se s'e kanë thonë asnjëherë zëshëm deri që tash. Deri masi që ka dështu. Ne kemi thënë kërë asnjëherë zëshëm nuk e keni thonë asnjëherë. Ç'do me shku në zgjedhje apo çfarë? Gjithmonë kanë thonë, nëse dojnë kandidat mirë, nëse jo na jemi gati edhe për zgjedhje. Ne normalisht ne gjithmonë kemi me qenë gati, ne jemi parti politike. A kupton, ne jemi të gatshëm nëse shkojmë në zgjedhje. Ne presidentin me gjas po shkojmë në zgjedhje. Nëse shkojmë në zgjedhje, po normalisht jemi gati, po nuk është vullneti jonë që të shkojmë në zgjedhje. Nëse shkoni në zgjedhje, zonja Gashi, a mund ta përsërisni rezultatin? Unë besoj që po. Unë e shoh disponimin njëm çdo ditë në teren me qytetarët e Republikës Kosovës, në çdo cep të Republikës, dhe e shoh shumë qartë leximin që kjo është reflektim i bllokadës radhës. Shumë e rëndësishme qytetarit e lexojnë sakt në rast se opozita ofron një kandidat konsensual, ofron një kandidat i cili, si me thonë, i ka vlerat potenciale për të qenë presidenti denjë të Republikës,